Miqtë dashur, siç ju premtova, ne do jemi një personazh shumë interesant. Nuk e di sa nga ju e ndjekin në mënyrë të rregullt përputhen programin e dashurisë që zhvillohet tashmë prej 2 ose 3 vitesh në Shqipëri, por ajo që unë dua të them në fakt është edhe ato që nuk e ndjekin në mënyrë të rregullt, jam e sigurt që në rrjetet sociale, nëpër video në Instagram, gjithmonë i kanë parë konkurrentët e përputhen dhe këtu me mua është sot një nga konkurrentët që ju e njihni, Arlida Nezha. Në fakt nuk e njohin si Arlida, por si Tola. Kështu që Tola, përshëndetje. Mirë se erdhe në mëngjesin dritare. Kënaqësi të të kemi. Faleminderit juve për ftesën. Kënaqësi që jam edhe unë këtu. Okej, përsa i përket në fakt Tola, më pëlqen shumë që ke zgjedhur ndoshta edhe këtë emër sepse mbahet më të fiksohet dhe është diçka shumë e mirë. Jo, është pseudonimi im me të drejtën dhe që e vogël me këtë emër më njohin gjithë edhe në shtëpi edhe në fisë edhe në shoqëri. Njihem si Tola dhe thash pse jo, le të vazhdoj po emri Tola. Edhe mua më vjen më ëmbël kur më thrasin njerëzit Tola. Kupton, kjo është e gjitha. Është shumë bukur. Përsa i përket ndoshta kësaj idesë që ti idesë fillestare, unë dua të di fiks momentin kur ti vendose të bësh pjesë e përputhen. Vendose vjet kur ishte Vendosa vjet, po. Vendosa vjet, unë kam parë fakt përputhen vitin e parë jo shumë pak, por vitin e dytë vjet domethënë kam parë shumë si program. Edhe të them të drejtën nuk është se kam pasur një qëllim të caktuar, nuk kam shkuar me një ideal të caktuar. Thjesht më është dukur interesante që unë të njoh dashurinë në një ekran dhe pse jo, pse mos ta bëj. Kjo ka qenë pjesa që unë kam menduar, që më pëlqen të provoj një dashuri në ekran, kjo është e gjitha. Jo se kam pasur një ideal apo një gjë të caktuar në mendjen time. Pastaj duhet dim që edhe ekrani është tërheqës për çdo. Po, absolutisht. Edhe kjo pjesë vjen në përbërje njëra tjetrës. Jo, në fakt më vjen mirë që ka vajza dhe djemë të cilët janë mjaftueshëm open-minded dhe bëjnë në televizionet të tjera dhe marrin guximin që t'i bëjnë dhe patjetër, madje është shumë për të komplimentuar, madje unë komplimentoj edhe formate të tilla që realisht i ndihmojnë shumë të rinj që kanë një ideal, një gjë për jetën e tyre dhe pse jo, pse mos ndodhin. Kur ne shpeshherë ndeshemi, unë flas nga eksperjenca në këtë gjë, kur ndeshemi me këto mentalitetet, më thonjza ta themi popullor se ngele për gjithë burrë në ekran. E kupton? Në ndeshje unë kam vuajtur vetë këtë gjë, edhe kam dalë jashtë atyre kornizave, nëse mund ta themi, të këtyre idealeve, që kam marrë pjesë në një format të tillë. Dhe më vjen mirë që ekzistojnë formate të tilla dhe duhet të ekzistojnë dhe formate të tjera që suportojnë të rinjt që duan edhe zgjedhjen po të jenë pjesë e ekranit apo të gjejnë dashurinë në ekran apo të zhanreve të ndryshme. Okej, nga përgjigjja jote kuptoj që ti vërtet doje që të gjeje dashurinë në përputhen, sepse mund të ketë arsye të ndryshme pse njerëzit futen në programe të tilla, një nga ato është dhe fama dhe shpeshherë ndoshta ato e kanë. Jo, edhe unë e thash, më pëlqente që të isha pjesë që të provoja dashurinë në ekran, por që të isha edhe pjesë e ekranit se është tërheqës. Është tërheqës ekrani. Po mirë, aty të paktën nga përputhe 2 kemi parë që janë krijuar çifte, ndoshta jo çifte që kanë dalë që njihte publiku, si në rastin e Teas dhe Antit, por në rastin e Teas dhe Beartit, Bearti ishte larguar, siç mund të jesh ti tashmë, siç je një larguar, dhe vazhdoi një histori. Unë dua të di, po presim ndonjë surprizë. Jo, nuk ka asnjë surprizë nga unë, jeni të qetë nga kjo pjesë, domethënë nuk në fakt edhe ajo eksperienca ime ishte e shkurtër në përputhen, edhe nuk është se kam arritur, jo, ishte e shkurtër, po atyre u a bëri bam, kështu dashuria është kur të ta bëj bam, mua s'ma ka bërë bam akoma, por ka dhe një gjë, unë edhe si tip, edhe jam shquar, të thonjë se tani se kam marrë këtë Tola e përputhen si serioze, unë edhe vetë jam e tillë edhe jam pak e ngurtë përsa i përket ndjenjave, nuk është se shfaqem shumë. Kështu që duke pas parasysh dhe karakterin tim dhe tipin tim si e kam shfaqur unë gjatë gjithë tyre 2 muajve kohëve, le të themi sa isha në përputhen, besoj se edhe është pak e qartë që s'do ketë surprizë. Nuk do ketë surprizë. Po mirë, nëse do ketë do vi ta them të parën ty. Okej, ekskluzive. Okej, shpresoj shumë. Po mirë, ndonjëri nga djemt, për shembull në momentin që ti u largove nga programi, ndoshta ndonjëri që ka pasur ndonjë ndjenjë të fshehur, të erdhi ndonjë mesazh romantik nga njëri nga djemt që shiko Tola, unë dua të vazhdoj njëri. Jo, më ka thënë një ish konkurrent të pres jashtë. Po s'dua ta ish konkurrent. Tani ato që kanë dalë, më ka thënë Tola, dil nga programi se po të pres jashtë. Ndërkohë ti ishe në program. Isha në program edhe më thotë që dil se të pres jashtë. Unë e kam shumë për zemër. Si dole dhe ai? Jo, dole më dhe kaq, nuk është se diskutuam më. Do të thënë e kam shumë për zemër si personazh, po s'dua ta përmend me emër, të them të drejtë.
Ja, dhe njerëzit tani po hamendsojnë kush mund t'i ketë thënë Tolës që të pres jashtë dhe dil. Nuk e di, ndoshta ndjekësit e rregull të e kenë tashmë një ide. Gjithsesi. Sa i përket vajzave dhe shoqërive që krijohen aty. Ti e ke shprehur dhe më përpara që ndoshta ke ato marrëdhëniet e mira me vajzat. Në fakt të gëzoj marrëdhëniet mira me gjithë vajzat dhe me gjithë djemse në përputhjen. Edhe tani që kam dalë jashtë, unë komunikoj me të gjithë. Si me vajzat, si me djemt. Mendon që duhet kesh një strategji në momentin që hyn në atë lojë? Patjetër që po. Ajo është ajo që mua le të themi, në thonjë sa me penalizoj. Normalisht që duhet kesh një strategji. Do të thënë flitet shumë për skenare, bëhen skenare, të paktën unë personalisht nuk e kam ndier peshën e skenarit, që të më jepet një flet, por unë të mësoj një gjë dhe ta them. Jo, debati dhe çdo gjë çfarë ndodh në studio është spontane, të vjen spontanisht. Por nëse mund të quajmë skenar, është pjesa e konkurrentëve, pastaj që ti ke një strategji dhe një lojë në mendjen tënde që duhet ta bësh, për shembull, Tola është më e pëlqyera në publik. Po, edhe themi dhe, okej, mua s'më intereson fare Tola se kush është, zas nuk dua t'ja di, por thjesht e shoh që ka shumë shikueshmëri dhe ka shumë pëlqim nga publiku, okej, le ta afrohem dhe të flas me të dhe të bëj dhe të kthej. Kjo është një strategji dhe një gjë që e përdorin, jo që e përdorin gjithë konkurrentët, por jo s'është e gabuar, është më e saktë, paktën për sa i përket atij formati. Është saktë, po ajo ndoshta çfarë i ka bërë njerëzit të mendojnë akoma më shumë që është skenar, është përputhen dy, në të cilën çiftet e tjera dilnin dhe çiftet e tjera ishin në vërtetë, të cilët janë akoma çifte që kanë mbaruar. Sepse është fama në mes. Është fama në mes. Pra, kjo është ideja që ato e vënden lojën ndoshta shpeshherë mbi dashurinë, sepse për bashkë sa krijohen çifte dhe dalin çifte nga programi, duhet të dalin nga programi, jo të dalin nga programi dhe të krijohen çift jashtë. Nuk kjo nuk më bën sens, edhe ndoshta edhe njerëzit mendojnë që okay, mund të jetë një skenar. Okej. Është nga vetë konkurrentët. Unë kam thënë dhe vazhdoj ta them. Është nga vetë konkurrentët që bëjnë strategjitë e tyre për dalë sa më të shikuar dhe sa më të klikuar. Tani dona po zon të ndjes. Po mund thuash. Jo, në fakt doja të dija që për te pjesës që okej, të gjesh dashurinë dhe gjitha, çfarë prisje nga ky program që nuk e morë ndoshta, që nuk patë kohën? Jo, të them të drejtën asgjë nuk prisje, se unë ta thash, unë personalisht jam një personazh shumë i thjeshtë. Siç mund thjesht jam pak më e njohur tani, madje të them të drejtën, unë i urrej këto gjërat ku thonë VIP. Këto lloj epitetesh janë të zmadhuara. Unë nuk jam VIP. Unë jam një personazh i thjesht, jam një figurë e njohur që njihem pak më shumë se ç'kam qenë njohur nga shoqëria ime. Kaq, asgjë më tepër. Jam si gjithë të tjerë që nuk kanë dalë në ekran. Thjesht nuk kam dalë në ekran. Nuk është asgjë. Këto janë gjëra të zmadhuara, janë epitete të zmadhuara që mua realisht nuk më pëlqejnë, sepse fjala VIP për mua ka një domethënie shumë të madhe, sepse është dhe për të ardhur keq. Di pse them është për të ardhur keq, unë vërtet kam qenë pjesë e një formati që ka marrë që ka një shikueshmëri shumë të madhe dhe është më i përfolur dhe më i përndjekur sot për sot. Por ka njerëz që kanë vlera, dhe kur them vlera, jo vlera si njerëz, vlera që janë në art, mund të kenë një profesion, një gjë që nuk njihen nga asnjë personi, pse nga askush nuk njihen për çfarë, sepse thjesht nuk kanë dalur në televizor apo nuk kanë pasur përkrajen apo një gjë tjetër për ta bërë dhe për të vënë duke aftësitë tyre që kanë. Ndërsa ne bëhemi të famshëm, në zonjë, bëhemi VIP-a, siç mund ta quajmë, unë nuk e quaj kur veten VIP, bëhemi VIP-a sepse një dalim në përputhje, e kupton? Kjo është për të ardhur keq, realisht. Ndoshta do thuash ti si e thua ti për të ardhur keq ku ti ke qenë pjesë e formatit. Unë kam qenë sepse ai thash arsyet e mia, por është gjuna. Po, në fakt dhe fjala VIP vetë stands for very important person, që do thënë një njeri shumë i rëndësishëm në shoqëri. Por aq kohë sa ti merr pjesë për arsye personale në një show televiziv, i bie që okay, nuk je një njeri shumë i rëndësishëm. Jo, janë epitete të zmadhuara. Po, mua këto janë epitete të zmadhuara. Për sa i përket atij formati, mendoj që ka njerëz që kanë shumë edhe më shumë vlera në art, në skulpturë, ku diun, në shumë gjëra dhe që nuk njihen. Dhe kjo është për të ardhur keq realisht. Por ky është realiteti ku ne jetojmë dhe s'kemi ç'bëjmë. E në fakt nuk është vetëm këtu, mendoj në gjithë botën shpeshherë njerëz të tillë, edhe Kim Kardashian ose të tjerë, kanë shumë njerëz që shpëtojnë jetë dhe bëjnë gjëra të ndryshme dhe njihet Kim Kardashian. Nëse ky është një bisedë tjetër që ne do të kemi tjetër. Si do jetë jeta jote tashmë pas përputhjen? Jam shumë kurioze. Do shfrytëzosh të famën që ke marrë, domethënë si e ke menduar? Tani them të drejtën, kjo pjesa e famës, okay, duam apo s'duam paralelisht të vjen dhe për mua ka ardhur dhe për ne të gjithë është gjë e mirë. Tani pse të rrem kot dhe të themi jo po unë është gjë e mirë sepse mund të kesh 1-2-3 mundësi më tepër dhe të hap 2-3 dyert më tepër sepse je një personazh që deri diku njihesh, ke lënë një përshtypje të mirë apo të keqe, sido që të jetë, por ti njihesh. Por mund të jetë famë e keqe për dikë që ka gjëra personale për të shehur, ndoshta. Dhe kur ka gjëra për të shehur, kur bësh i famshëm edhe të dalin. E kupton? Kjo është pjesa e keqe. Pjesa e mirë është që sido që të jetë në çdo hap që ti mund të bësh, ke një gjë plus. Edhe është gjë e mirë.
normalisht. Ti do më thënë jenë ndoshta në pritje të mundësive që do të vinë dhe në fakt unë kam thënë që nëse do kem një mundësi më të mirë, patjetër pse jo, unë e mirëpres, edhe më vjen mirë nëse mund të më ndodhi. Por unë po punoj për disa projektet e mia që s'kan lidhje as me televizorin, as me nuk kanë lidhje me ekranin. Jo, nuk kanë lidhje me ekranin. Domethënë deri diku mund të kenë lidhje me ekranin, jo plotësisht s'po i them gjitha, por po punoj për një projektimin. Edhe nuk është se pres ndonjë gjë të madhe. Biznes ose diçka, apo jo? Tani mos kërko shumë dhe ti. Dua ta zbuloj. Okej, një show televiziv, Tola, ke thënë që djemt më ngacmojnë më pak tani që jam ka qenë dhe tash ne personazhet e përputhen jemi bërë të famshëm me batuta që themi. Sikur kemi qenë brenda, si ato që janë tani, si ne që kemi dalë. Ka qenë dhe pak në një formë batute që tani janë më pak. Jo, është kam qenë te Diana Shabani, në fakt edhe kam thënë në formë batute. Nuk ka qenë gjë tamam. Se tash i kot me rret kena më shumë tani. Ti të themi të vërtetën. Ja, kjo më pëlqen, më kuptoja të nxjerr. Themi të vërtetën, po kemi më shumë tani se tani. Po s'ka qenë e vërtet, ka qenë në një formë batute ku kam thënë keni prish punë se kam pasur më pak. Jo, tani mos trim shtremë dhe të flasim drejt, mos bëjmë kot, kena më shumë tani se mund ta njohin 5 persona, po tani na njohin 15, e kupton, dhe nga këto 15 7 do të shkruajnë, e kupton. Po mirë, një gjë që jam kurioze në fakt për gjitha, ndoshta edhe gocat dhe djem që duan të marrin pjesë në formatet e tilla, janë ato komente që ty të vinë negative pa i bërë asgjë njerëzve dhe thjesht të ofendojnë. Ti si e ke pritur për shembull? Unë për zotin nuk e ke idenë sa mesazhe negative kam pas në herë njëtën time, nuk ka shku me një që do kem ka shumë. Vetëm drejtë kam pas dhe pozitive shumë, realisht, edhe nuk kam pasur as mundësinë që të bëj një reagim në rrjetet sociale që ti falenderoj, sepse më kanë mbështetur shumë, madje për ironi të fatit, mua, edhe personazhe që më kanë shkruar të mesazhe se nuk i kam pas fshirë, që i kam kontrolluar kohëve të fundit, që më kanë pas sharë, edhe fol negativisht për mua, kur kam dalë gjithë kanë fol pozitivisht. Së kam kuptuar pse. Po shqiptarët tani, pastaj një javë flasin mirë, një javë keq varet. Dola më thanë sa mirë që ke dalë, s'të doli asnjë skandal, s'bëra asnjë gjë të keqe, dole me kokën lart. E 1 2 3 4. Ndërkohë, paralelisht përpara kësaj, ti je si burr çazoni që ke, ti si je për aty, e kupton? Kam pasur komente nga më të ndryshmet, por i falenderoj dhe i mirëpres me kënaqësi më të madhe se ne këto jemi. Shumë në fakt që të pak një shumë sportive. I kam marrë me sportivitet gjitha dhe nuk më interesojnë fare. Siç kam marrë me sportivitet hyrjen time në program, ashtu kam marrë me sportivitet se do apo s'do tani kur pretendon dhe vendos që të bëhesh një figurë publike, duhet i mirëpresësh të gjitha. Por shiqur zotit nuk kanë ndikuar tek unë. Kjo është më e rëndësishme. Po, dhe më vjen mirë. Nga të gjithë djemt që kanë qenë pjesë e programit, ndoshta cili është ai që mendon që jo, nuk do të pyes ashtu do thoya në fakt që ka më shumë vlera si djalës që ti e vlerëson më shumë nga të tjerët. Jo vetëm në aspekt sentimental. Po, kuptova shumë mirë. Për sa i përket aspektit sentimental, s'do ta them fare. Edhe po ma tush fare. Pak, shkonjën e parë. Se edhe s'dumi. Jo, shaka. Në fakt, të them të drejtën, unë kam parë puntatat, edhe ku kam qenë unë edhe tani, që i vërsulen shumë Brunos. Bruno, je manipulator, je ky, je ai. Tani thash çdo kush e ka të strategjinë vet për të bërë lojën. Sepse gjithë aty bëjnë lojë, është normale. Mendon që Bruno është djalë me vlera? Por nuk është, është shumë djalë me vlera dhe nuk është manipulator siç i është vënë nofka atit. Tani fakti që Bruno e pëlqen gjithë vajzat nuk shfaq Brunos. Kupton? Edhe të thuash për një situatë që është manipulator kjo apo ajo, më vjen shumë keq, por e kanë shumë gabim. Unë Bruno e njoh si brenda dhe jashtë. Por edhe në Prime që ka qenë, do të thënë që më ka bërë dhe të ndryshoj mendimin për Bruno, ka qenë edhe një pjesë që Bruno ka thënë kur është përmendur ajo skandali i madh që është bërë tani në përputhje, edhe mendimet e tij janë shumë të sakta dhe shumë me vlerë. Më vjen keq që i ka ngelur nofka manipulator sepse nuk është as pak i tij. Në fakt kjo ishte shumë e mirë që e the sepse ndoshta dhe shpesh herë gjërat që konceptohen nga publiku nuk janë të njëjtat me ato që ndodhin brenda jush. Nuk janë, është vërtet që nuk janë. Tani thash, çdo kush ka strategjinë e tij, edhe lojën e tij deri diku thonë për ta bërë, sepse është gare, aty është garë. Kupton? Prandaj quhen dhe konkurrent. Prandaj quhen dhe konkurrent. Por më vjen keq që kam marrë atë noftë sepse nuk është as pak i tillë. Po për sa i përket debatit të madh që pati në media, Alvisa Hysen, do të thënë situata e tyre. Si mendon? Jo, edhe si qytetare ndoshta sepse unë jo, unë tani jap mendimin, unë tani jap mendimin si një teleshikues, si një popull. Normalisht këtë mendim do jap. Unë kam thënë dhe intervista të tjera. Për mua është komplet një lojë.
Është lojë. Po, për mua është gjitha një lojë. Në momentin që Alvisës nuk e eci loja sepse Hyseni ja plasi gjitha, i doli jashtë kontrollit situatës dhe nxorën gjërat të tjera. E kam thënë, më vjen shumë keq për presionin e madh që Alvisa ka, sepse normalisht tani jemi njerëz mbi gjitha, është gocë, është vajzë edhe gjitha i presion dona po zone dhe sikur ti jetë presion për mirë, ty të bën dëm. Jo më kur është presion për të keq. Normalisht, edhe uroj që t'jetë sa më e qetë dhe t'jetë sa më rregull tani. Por që për mua Alvisa ka bërë një lojë dhe unë i vazhdoj dhe i mshoj idenë time që Alvisa ka bërë një lojë. Okej, do është dhe gjithë shqiptarë që e marrin shumë seriozisht situatën. Jo, disa jam ofenduar unë. Ti thua Alvisës, djallë, kush je ti? Unë nuk kam thënë djallë Alvisa. Alvisa më është një personazh, është një vajzë që unë gëzë respekt, është vajzë shumë e mirë. Ama për lojën që ka bërë, ka bërë një lojë të pisët për mua. Është e llogaritur. Tani unë kam të drejtë edhe t'jap mendimin tim. I qofti gabuar, qofti saktë, unë jap mendimin tim. Për 2-3 arsye që i kam shpjeguar gjithmonë. Nuk është se mendoj unë se ajo perdja për shembull është e kuqe dhe ajo është e zezë ja fuskot. Jo, unë thjesht e kam menduar në 2-3 gjëra që unë kam parë si sy i jashtëm. Ky është mendimi im. Ju pëlqen apo jo? Ky është mendimi im. Dhe mendoj që duhet mësojmë të respektojmë mendimet e tjerëve. Patjetër, që nuk respektohet, realisht nuk respektohet. Edhe ti jo Alvisa, se po të kthehem edhe ty tani, jo Alvisa si personazh, por lojën që ka bërë ajo. Për mua është gjitha lojë. E kisha në konceptin që edhe nëse ti ke një mendim negativ, do të them, e ne jam fal që po të përmendim, është i keq, është mendimi im, nuk ke asnjë të drejtë që të ma kthesh. Ama, por edhe kur unë bazohem në 3 gjëra, kjo e mbështet atë që unë them, apo nuk është kështu? Absolutisht. Gjithsesi, por ne jetojmë një botë të tillë ku gjykohemi dhe paragjykohemi për gjë më të vogël. Unë jam paragjykuar pse jam futur në program dhe nuk do paragjykohem tani për këtë që po them. E kam më së normale. Mirë, pati një lloj domethënë në momentin që ti u paragjykove shumë kur hyre në program. Pastaj si ishte sjellja e këtyre njerëzve? Ndoshta edhe njerëzit që të njohin nga afër. Disa fshihen edhe flasin duke u fshehur. Disa flasin edhe kur të kanë përballë qeshin. E kupton? Disa qeshin gjithkohë sepse janë me ty. Ka nga forma më të ndryshme, realisht. Në vjen shumë keq, por unë ekzistoj dhe rrethohem nga njerëz të tillë. Në fakt, okay. Është për të ardhur keq, por që e rëndësishme është që unë bëj atë që ndjen. Po, bën atë që ndjen dhe merr vendimet e tua dhe kjo në fakt është një forcë shumë e madhe, ndoshta njerëzit me madje unë aty ku jam kam thyer edhe një tabu që kam dalë në televizion, e kupton se është shumë është e pakonceptueshme. Domethënë edhe unë imagjinoje, unë mund të kem dëgjuar sharje dhe ofendime që në jetën time nuk i kam dëgjuar ndonjëherë. A ti ndoshta dhe e habitur nga gjithë? Deri diku, jo shumë se edhe duke qenë se duke njohur mentalitetin dhe duke i pritur njerëzit si mund të reagojnë dhe çfarë mund të thonë, po është më ka bërë shumë përshtypje. Po mirë, absolutisht është dëshira e çdo vajze që të gjej partnerin e saj, qoftë në ekran, qoftë në jetën. Po për këtë gjë nuk e respektojnë të gjithë dhe nuk e kuptojnë. Kjo është ajo që mua më vret dhe e them se unë e kam vuajtur vetë, kupton? Flas nga eksperjenca për këtë gjë, por nuk ta respekton njëri këtë mendim. Dhe ne kur ne akoma nuk arrim të respektojmë vendimet e një personi që ka dëshirë të bëjë gjërat e tij, vajhalli se sa mund të respektojmë gjërat e tjera. Absolutisht. Është për të ardhur keq, por rëndom. Por unë e them sepse kjo është. Mendoj që është një tranzicion, çdo gjë do kohën e vet dhe pikërisht personazhet e tilla që dalin dhe bëjnë programe të tilla që duan guxim, me kohën do sjellin dhe emancipim dhe kjo nuk ka asnjë lloj dyshimi. Për sa i përket personit. Okej. Për sa i përket, unë e them kështu që ti je optimiste që do bëhet më mirë. Për sa i përket ndoshta atij personin që do i vjedhë zemrën tolës ose ti do e konsideroje, do të ke një imazh sepse shpeshherë vajzat e kanë një imazh të 2-3 karakteristikave kryesore se si duhet të jetë partneri. E dua brun. Okej, shënoni njerëz. Ti parë të janë fizike. Të them të drejtën, mua më pëlqen djemt, s'po them të meshkujt, po djemt që janë zeshkan. Pëlqen pak që janë zeshkan, pak si ka një paraqitje, pak si të fortë, si të egër. Nuk është se më pëlqen këto me muskull, me të palestruar, trupet e palestruar, jo, mjafton që mos ketë shumë barkë, se e kam problem, por që tjetë i rregull deri diku. Karakterit? E di kam një shprehje që edhe shoqet e mia gjithmonë më përmendin. Nuk kam njohur akoma një çun kur ta shoh të ndridhen këmbët. Akoma nuk e kam njohur. Ndoshta edhe mund ta njoh, se di. Ti thua fizikisht kur ta shohësh apo dhe kur të flasësh me të? Apo flisë për karakterin. Po, domethënë kur flet. Jo vetëm si kallupmi, se si kallup ai mund të jetë mashallah, po është fush nga mendja. Unë po them që energjia që do më përcjelli mua dhe mënyra si të më flasi, ta shoh unë në mënyrë figurative gjithmonë të ndridhen këmbët, se jo të ndridhen me vërtet. Kur ta shoh të ndridhen këmbët, pritet se erdhi ky që ka një vlerë dhe një peshë shumë të madhe kur më flet mua. Qoftë edhe kur më thot mirëmëngjes.
Akoma nuk e kam hasur, nuk e di. Akoma se ke njohur. Okej, shpresojmë që ta njohësh dhe në fakt gjitha Po do vajzat na që vijë fat dhe neve mi normal, tash se ç'është kjo punë. Gjithë kjo gocë. Po mirë, është e vështirë në fakt të gjesh ndoshta, siç po e thonim, dhe partner. Është shumë e vështirë. Realisht sidomos ne goca që kemi, se s'dua të përmend moshat, se ndoshta do ofendohen njerëzit, por të paktën unë që jam 25 vjeçe, dhe kalon këtë lloj moshe është nuk e di, ja gjen ato cenet, se po flas në gjuhë popullore, ja gjen ato cenet në çdo minutë. Edhe është shumë e vështirë për ne që të gjejmë atë personin ideal, kështu që mendoj që ka ardhur koha që të bëjmë ndonjë vesh shurë dhe një sy pak si qorf, që ta nashkalojmë disa gjëra se perfektin se gjejmë dot. Perfekt nuk ka njeri, por që është pak e vështirë. Me moshën që kalon është shumë e vështirë. Sepse bësh me koshient. Normalisht kërkon më shumë nga partneri, kërkon më shumë nga vetja, don gjëra të arrira më shumë. Janë shumë gjëra që janë në grumull që ty nuk të lejojnë dhe nuk të kesh hapësira për ta njohur apo të lirosh edhe veten shumë që të njohësh një person. Super. Po, ti Tola vetë si person do më thënë mendon që cilat janë karakteristikat e tua më të forta, që ti mendon që okej, unë i kam këto gjëra dhe... Unë edhe jam përfolur, edhe jam njohur, edhe jam si një vajzë me një karakter shumë të fortë. Prandaj të pyet. Jam një vajzë me karakter shumë të fortë, nuk lë shumë hapësira në një marrëdhënie, të paktën në fillimet e marrëdhënies, më pëlqen të kem autoritetin tim. Edhe besoj se... A je paragjykuar ndoshta për faktin që vendosë shumë barriera në jetën e jetën reale? Jo, kështu jam dhe në jetën reale. Vendos barriera. Pse vendos kaq shumë barriera? E di pse vendos, të ta shpjegoj unë. Është ndryshe kur unë jam në shoqëri, sepse normalisht kam njerëz që më njohin, kam shoqërinë time, bëj gallata, jam shumë e komunikueshme, ku diun, gjitha të mirat të them. Ndërsa për sa i përket pjesës që unë do të njoh një djalë, unë e kam, kështu jam në një lidhje, nëse unë, jo në një lidhje tamam, në një lidhje që unë pretendoj të lidhe me dikë, dhe unë kështu e vendos, e kam tipin të tillë që nuk lej direkt të përqafohem, të puthem, të bëj si e dashuruar, s'bëj dot më vlla, po nuk ma bëri bam, unë nuk bëj dot si e dashuruar, e kupton? Dhe jam pak si karakteri i fortë të kjo pjesë, por, urdhë? Ndoshta këto perceptohen si barriera, them pastaj. Jo ndoshta, këto perceptohen si barriera. Pse do më ti aq vajzë e lirshme sa në momentin supozojmë që ti direkt në takimin e parë do kishe një ndjesi për një djalë. Patjetër që po. Ti nuk vendos barriera se njerëzit mendojnë kanë krijuar atë idenë që ti ke barriera. Jo, unë kam barriera për sa i përket karakterit tim dhe këto konceptohen si barriera. Okej. Kupton? Që ta timi më të qartë. Por nëse unë mund të shoh një djalë që mund të kem një tërheqje shumë të madhe fizike. Kupton? Se ndodh. Goca jemi dhe na ka ndodhur edhe na ndodhe, kupton? Mund të bëj çfarë të dua në atë sekond. Kupton ç'do të them? Ndërsa kur e shoh që dikush, okay, prit se ka një gjë që mua më tërheq në mënyrën se si flet, si bën, mund të kem një gjë për më tepër, për një njohje, okay, do ta njoh në mënyrën time. Kështu që janë situata të ndryshme që ti vepron ndryshe. Okej. Dhe pyetja e fundit që unë për ty kam, mendon që do të dalin ndonjë çift nga përputhen 3 dhe cili do jetë ai çift? Ajse e paske një? Jo, e kam një, vërtet e kam një. Kam menduar... është ishte mendim, do shatu s'bëhen çift kur. Se me kë, jo, por shumë Mikelen e kam që e shoh që ka dëshirë shumë përputhet, por që më vjen keq në disa raste, nuk është se është marrë shumë seriozisht, sepse është e pak lezonjare dhe kështu, por mendoj që ka dëshirën për të përputhur. E kam parë shumë të afruar me Erionin kohëve të fundit, ato kanë pasur edhe një takim, por nuk e di mirë se ç'ka ndodhur në takimin e tyre. Mendoj se ato kanë gjasa për një... Pra Mikela, Mikela në fakt duket shumë e dashur me djemtë dhe është shumë e dashur, është shumë e mirë, është me Mikelen kam dhe shoqëri jashtë, me Mikelen edhe me Ridvanën edhe me Adën. Me Antonjan flasim shumë rrallë, po jo shumë se Antonja ka punë të saj, thjesht përshëndetemi, kemi respekt, gëzojmë respekt për njëra tjetrën për kaq. Ndërsa që dal me Adën dihet botërisht që unë Adën e kam shumë për zemër dhe e dua shumë. Për mua Ridvana është më e saktë aty brenda, e kam thënë pavarësisht se pash një puntat të dieshme që ças kishin thënë, ças ishin bërë, pak fare me sekuenca të shkurtra e kam parë, më vjen keq që ndodhet një situatë të tillë Ridvana, sepse realisht është një vajzë për tu vlerësuar. Mikelen e kam gjanë se është lezonjare të përkëdhele, dhe kur jem me nerva, Mikela vjen të ta bëjnë dhe një gjë që të ta rretulloj humorin, është shumë e mirë. Antonja është kam thënë është një burnesh për mua, me aq sa kam njohur unë, deri diku i afrohet tipit tim, pak a shumë në disa gjëra dhe më pëlqen shumë. Karakteri i Antonjas dhe qëndrimi që ka Antonja është për të vlerësuar. Dy vajzat e tjera nuk dua të flas se nuk i jam. Okej, mendon që në krahasim me vajzat djem ndoshta
qëndrojnë pak më inferior, ose sepse me vajzat, për vajzat unë shoh që ti flet me shumë fjalë të bukura, janë shumë të mira gjitha, realisht. Po për djemta, janë ato të përshtatshëm, mjaftueshëm, apo mendojnë që ndoshta do të ketë prurje të reja? Po të hysh, do ishte mirë të kishte edhe prurje të herja, por po të hysh, domethënë në studio, unë kam qenë vetë aty, janë mashallah të gjithë çunat. Tash se nuk u themi do gjë, janë mashallah, por mendoj që duhet të bëjnë pak më shumë për gocat. Duhet të bëjmë pak më shumë, realisht. Do se kjo thirrje është për çunat në jetën reale që do të bëjnë më shumë për gocat, e kanë humbur pak atë esencën e kavalierit. Duhet të bëjmë pak më shumë për. Tani unë nuk po them romanticiteti për të kuput, për të marrë ti, se unë nuk e dua vetë. Unë jam vetë tipi që nuk më pëlqen shumë gjatë romantike në maksimum. Por që tregojmë pak më shumë interes, më shumë vëmendje. Kupton? Me vërtet, nëse ti ke realisht pëlqim për atë vajzë, shkoj mbrapa. Pavarësisht se ka di çik loja aty që s'të lën shumë loja që ti shkosh për mbrapa, por që në ato mundësit pak më shumë, pak më pak, të arrinë dhe t'i binë në sy një vajzë dhe të bëjnë më shumë për gocat. Kështu që çuna, ju që jeni në program dhe ju që jeni jashtë programit, ju lutem bëni më shumë për vajzat. Një thirrje nga Tola, e cila ka ardhur deri nga një program dashurie. Tola, shumë faleminderit. Faleminderit juve për ftesën. Edhe unë shumë e këndshme live dhe shumë e drejtë. Këtë ma kanë thënë të gjithë dhe vazhdojnë ma thënë të gjithë, që je shumë e mirë live, je shumë e mirë live. Ju falenderoj se në çdo program që unë shkoj dhe që më ftojnë dhe unë realisht shkoj sepse më vjen mirë, sepse një person kur të vlerëson dhe të fton, vlerësimi është që ti t'ja kthesh dhe të shkosh. Kështu që gjithë më thonë, ju falenderoj edhe për juve që më shani. Ju dua gjithve, faleminderit, vazhdoni të më shani, sepse kjo tregon që jam akoma në vëmendjen tuaj. Dhe nuk ka marketing të keq, duhet të thënë, kështu që pra shkoca flitet nuk është okay kjo muhabet. Po, patjetër. Shumë faleminderit, shpresoj të të kemi sërish nëse në projekte të reja. Faleminderit që ndave me ne informacione, momente nga eksperjenca. E rrofsh. Miq të dashur, sigla sa të përcjellim Tolën dhe do jemi sërish së bashku.